Përshëndetje, sot do të nisim një traditë në vazhdimsi të traditës sonë të miniguidave, ku do të vizitojmë institucionet historike dhe do përpiqemi nëpërmjet miniguidave të mësojmë për historinë e vendit tonë. Fatkeqësisht dhe fatmirësisht, historia e vendit tonë ka kaluar në disa urdhje dhe ngritje. Sot do të vizitojmë një rezidencë e cila është e njohur si vila numër 31, është rezidenca e ish diktatorit Enver Hoxha. Për 50 vjet, Shqipëria fatkeqësisht përjetoi një nga regjimet më të këqija dhe më të egra diktatoriale. Duhet të mbajmë parasysh gjithmonë një këshill në vesh. Në qoftë se historia nuk mësohet, nuk lexohet, nuk studiohet dhe nuk shikohet, rrezikon të përsëritet. Dhe ne kemi kaluar në një natë të errët që ka qenë diktatura dhe ne nuk duhet ta harrojmë asnjëherë atë natë. Ne do të vizitojmë sot vilën e ish diktatorit Enver Hoxha. Ju do të shihni pjesën muzeale, do të shihni studion e punës, bibliotekën, do të shihni ambientet e tjera të vilës, por mbi gjitha do të takoni përfaqësues nga autoriteti i dosjeve që avash ne do nisim një nisëm që të flasim për krimet e komunizmit. Do ta kuptoni, siç ka qenë fashizmi, nazizmi, kemi përjetuar një sistem që quhej komunizmi, pra ishte një ideologji e cila këtu në Shqipëri u ngrit shumë e egër dhe njerëzit përjetuan fatkeqësisht humbje jete, të merre nga më ndryshmet, internime e me radhë. Gjitha këto nëpërmjet miniguidave do të mësojmë. Do ta nisim nga sot me vilën 31, ku është qendra kryesore e njeriu që e ngreti këtë sistem të tmerrshëm për Shqipërinë. Ne, detyra e një institucioni arsimor është të mësoj dhe të paraqes fakte dhe të paraqes historinë duke e parë dhe duke i dëgjuar të gjitha opinionet dhe gjitha faktet. Nëpërmjet aktiviteteve ekstrakurrikulare, nëpërmjet intervistave që ju keni bërë, e keni kuptuar që ne jemi munduar her pas here. Time Center është një derë e hapur për të gjitha kategoritë, për të gjitha rrymat, për të gjitha opinionet. Secili ka të drejtë të vijë dhe të dëshmojë historinë e tij. Do vizitojmë sot, këtu diktatori jetoi për 45 vjet, nga viti 1944 deri në vitin 1985. Diktatori vdiq të 11 prill të vitit 1985, 20 vjet më parë në sot. Do të shohim ambientet një nga një. Aty brenda të shtëpia. Ne do futemi mbasi ta vizitojmë dy katet lart, do të vëjmë dhe do të shohim tunelin. Do tunelet lidhen nga kjo godinë këtu, lidhen me atë godinën përballë, dhe mbrapa aty pallatit të Rosit. Dhe nga ana tjetër është një godinë tjetër lidhen me atë godinën atje.
ku ne do futemi, është biblioteke, është studiona e diktatorit. Do ta shikojmë bibliotekën e tij. Kjo punë kemi hyrë tani është studio e punës e diktatorit që ka banuar këtu. Kjo është tavolina e punës, kjo është biblioteka personale. Aty mbrapa, është një paradhom dhe dhoma e gjumit. Endi ku diktatori punonte. Pra pjesa më historike e gjithë vitës është kjo pjesa këtu, është tavolina dhe biblioteka personale. Vita ka pamje këtu, ka pamje mbrapa që ne pam, ka dhe pamje anas. Ndryshme që ne kemi përzgjedhur për t'i treguar se si përndiqeshin njerëzit. Arkivi i autoritetit nuk është si arkivi i shtetit, nuk është si një arkiv me fotografi të bukura ose që tregon histori që kanë poezi, siç mund të ketë një shkrimtar arkivin e vet, por është një arkiv me dokumente hetuese. I vendosej në survejim apo përndiqe nga institucioni i sigurimit të shtetit, ndërtoi një dosje dhe çdo gjë që thuhej për atë qytetar regjistrohej ke ajo dosja. Është një dosje që ndiqej. Dhe ky personi që ndiqej quhej Zita Çoma. Ishte një vajzë. Ata vendosën që të kundërshtojnë partinë. Dhe u futën në burg. Pra nuk ishte të drejtë si gjithë populli që të shprehin mendimin e tyre dhe pse ishin pjesë e partisë. Në momentin që dolën kundër, ata u burgosën dhe u internuan. Këto janë tunelet e poshtme të vilës së diktatorit, në cilat unë ju shpjegova, siç ju shpjegova dhe jashtë, këto tunelet vazhdojnë tek dera që ju shikoni aty dhe vazhdojnë lidhen dhe me godinën përballë, që është atëherë quhet godina e Komitetit Qendror, vazhdojnë lidhen dhe me vilën tjetër që është përballë parlamentit, pra përballë kuvendit. Pjesës ku lidhen dhe bëhen komisionet parlamentare. Kjo vila diskutohet që ka pasur disa tunele në tokë, të cilat shkojnë deri në dal ose deri tek pallati i brigadave. Kur të rriteni do lexoni më shumë, por pak a shumë kjo është koncepti i tuneleve që janë poshtë vilës.